Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë, falenderojmë. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurinë e Tij dhe dërguarin e Tij, mbi më të mirin që ka krijuar Zoti ndër gjithë njerëzimin dhe më të zgjedhurin, Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, si dhe me gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, o Zot, ne jemi robë të Tu, bijtë e robërve të Tu, bijtë e robreshave të Tua. Çdo gjë që ka të bëjë me ne, o Zot, është në dorën Tënde. Mbi ne me drejtësi zbatohet caktimi Yt. Të lutemi Ty, o Allah, me emrat e Tu të bukur, me emrat e Tu të bukur që Ti ke zbritur në librin Tënd, me emrat e Tu të bukur që Ti ja ke mësuar krijesave të Tua, prej melajkeve dhe prej profetëve, me emrat e Tu të bukur që Ti i ke fshehur në dijen Tënd dhe nuk i din askush tjetër përveç Teje, që Kur'anin, o Allah, ta bësh pranverë, qetësi, rehati dhe lumturi të zemrave, gjokseve dhe shpirtrave tona. O Allah, me këtë Kur'an në largo brengat, hallet, streset, shqetësimet, pikëllimet. Me këtë Kur'an, o Allah, në ndriço sa të jemi gjallë, në ndriço kur të jemi në varr dhe në ndriço ditën kur do të dalim përpara Teje. O Allah, o Zot, bëje këtë Kur'an argument, avokat, dëshmi, ndërmjetësues për ne, atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush vjen përpara Teje me zemër të pastër dhe me vepra të mira. O Allah, o Zot i gjithësisë, na e mundëso që të jetojmë me Kur'anin, pasi e kemi besuar, të jetojmë me të, me leximin, me meditimin, me jetësimin, që të jetë më të vërtetë shkak që të fitojmë kënaqësinë Tënde. Amin. Lu Zotin e Madh që të jemi të gjithë pjesë asaj mirësie për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen për hatër të Zotit, për të lexuar librin e Zotit ose për të medituar rreth tij, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre. Siç janë në tokë, Allahu i përmend atij ku është ai, e kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë tret nga qielli çohuni se Zoti Allahu pra ua ka fal gjunahet, gjitha të këqijat ju ka kthyer në sevape dhe shpërblime. Lu Zotin e Madh që të jemi ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Dhe sot inshallah taala do të futemi në një kapitull të ri kuranor. Sot inshallah taala do të futemi në një kapitull të ri ose sure pra të re nga Kurani, që faktikisht është në vargun dhe në linjën e sureve që janë përpara saj dhe në vargun dhe në linjën e sureve që janë mbas saj. Sura që do të trajtojmë sot është suratu Al-Qari'a. Al-Qari'a në gjuhën arabe do të thotë gjëja që troket me forcë. Për këtë arsye thonë ata, kur bie dera, kjo quhet qara al-bab, trokiti në derë. Dhe është quajtur Kiameti me këtë emër se kush ka ndërgjegje, kush ka besim, përmendja e Kiametit apo e situacioneve të Kiametit, apo ndodhive të Kiametit, apo ngjarjeve të Kiametit, ja troket zemrën, ja troket shpirtin, ja troket mendjen, ja troket ndërgjegjen, e bën të kthjellët njeriu. Madje nga shkaktarët e gjumësisë, dembelizmit, indiferentizmit, shkaktarët e smunjeve, mendjemadhësisë, zilisë, smirës, asedit, urrëties, është mos kujtimi ose mos përkujtimi i vazhdueshëm i asaj që
në këtë botë nuk jemi të përhershëm, në këtë botë jemi të përkohshëm, dhe në këtë botë ne, domethënë një ditë do ta lejmë këtë botë për të larguar nga kjo botë dhe një ditë do dalim përpara Zotit me dhënë llogari. Sikur njerëzit ta kenë këtë vetdije të gjallë për Zotin e Madh, bota do të ishte shumë më korrekte, shumë më e mirë. Nuk do të shihje këto gjëra që sheh sot. Duke filluar nga, e themi, paganizmi e idhujtaria, duke mbaruar tek pislliqet, duke mbaruar tek fllihësitë, duke mbaruar tek gjëra të cilat më të vërtet e bëjnë jetën shumë të vështirë. Vallahi, bilaj për Zotin e Madh të kishin njerëzit, domethënë, ndërgjegjësimin e duhur për të kujtuar këtë gjën që do të flasim ne për të, u bë disa ligjërata sepse janë mësimet e tefsirit tani në njësinë e fundit në xhuzin amë janë të gjitha pothuajse flasin për kiametin. Njerëzit do të ishin shumë më të mirë vallahi bilaj për Zotin. Do të ishin shumë më të mirë, nuk të kishte probleme. Jo më kot ahireti, bota tjetër, kiameti, ngjarjet e kiametit marrin 1/3 në Kuranit. Pse? Ka të nevojshme njeriu. Është vetëm ajo gjë që nuk i bën dom njeriu nëse e përkujton. Dhe është një nga gjërat që njeriu e dëmtojnë shumë, e bëjnë atë neglizhent nëse ai nuk e përkujton vazhdimisht. Pra llogaritë e o vëlla dhe motër, nga suratu Kaf dhe poshtë, është shpallja me të cilën është dalluar për të pejgamberi alayhis salam. Nga Kafi e lartë janë shpalljet ngjashme. Pra, si El-Beqara, Al-Imrani, El-Maide, El-An'am, El-A'raf kanë zbrit edhe ke pejgamberët e tjerë, të ngjashme. Ajo me të cilën është dalluar pejgamberi sa nga shpalljet e gjithë pejgamberëve është nga suratu Kaf e poshtë. Tani më thuajti mua një sure nga Kafi e poshtë që nuk flet për ditën e Kiametit, për xhenet nëse për xhenem. Një, s'ka. Në përgjithësi flasin gjitha. Në përgjithësi flasin gjitha. Domethënë, e kemi shumë të nevojshme, kjo është ideja, ky është mesazhi. E kemi shumë të nevojshme. Vim tek suratu Al-Qari'a. Suratu Al-Qari'a, kemi atë hyrjen, bëjmë atë hyrjen e shpejt, ka zbritur në Mekë dhe nuk ka asnjë mendim tjetër. Pra gjithë, domethënë ata që flasin në shkencën e komentimit të Kuranit, gjithë kanë rënë në një mendje që suratu Al-Qari'a ka zbrit në Mekë, është sure mekase, një sure me 11 ajete. Suratu Al-Qari'a nuk ka, a ka ndonjë shkak pse ka zbrit, nuk ka ndonjë shkak se pse ka zbritur. Ka zbrit si disa sura të tjera të cilat kanë zbrit pa ndonjë shkak të caktuar. Pra edhe suratu Al-Qari'a nuk ka ndonjë shkak. A ka ndonjë vlerë dhe mirësi të veçantë në leximin e saj, përveç leximit të Kuranit që shpërblehet, përveç fjalës pejgamberit alayhis salam jam dalluar nga profetët nga Kafi e poshtë. A ka ndonjë vlerësim tjetër për këtë sure? Nuk ka ndonjë vlerësim tjetër për këtë sure. Pra diçka të veçantë që të jetë përmendur me të. Thoshte njëri prej burrave të moshëm në raport me surën Al-Qari'a, "Law tadabbaraha an-nasu lashabati ar-ru'us." Sikur njerëzit ta meditonin nga Kurani vetëm surën Al-Qari'a, njerëzit do të thinjeshin. Sikur ta meditonin surën Al-Qari'a, sepse faktikisht në surën Al-Qari'a tregohet momenti i ringjalljes, çfarë ndodh me tokën, peshorja dhe përfundimi. Dhe faktikisht bota tjetër këtë ka pjesën më të rëndësishme. Aty ku peshohen dhe ndahen gjërat, është pjesa më e rëndësishme për këtë arsye, pra do të ishin thinjur njerëzit nga kokat e tyre, pra në kuptimin po ta përjetonin ashtu siç duhet. Kjo sure zbriti, si më thënë, për të tërhequr vërejtjen, si më thënë, idhujtarëve dhe kurejshitëve, po edhe besimtarëve. Ata nuk e besonin dhe Zoti ju tërhiqte vëmendjen me të, po ne që e besojmë, ne duhet jemi edhe më
kujdesshëm. Suratu Al-Qari'a ka zbritur mbas surës Al-Qiyama. Kështu si renditje kohore. Pra ka zbritur suratu Al-Qiyama, la uqsimu bi yawmil qiyamah deri në fund. Mbas surës Al-Qiyama ka zbritur suratu Al-Qari'a. Pra, një njeri që e besoi se çfarë ndodh në surën Al-Qiyama, që shikimi i Zotit, vdekja e njeriu, a mos vallë jemi krijuar pa arsye etj, vjen Al-Qari'a. Kjo Al-Qiyama duhet që njeriu ta zgjojë, t'i japi goditje, ta ftjellojë. Ka, do thonë, interesante. Ndërsa në Kur'an, se renditja në Kur'an është mas surës, cila surë është përpara Al-Adiyat. Suratu Al-Adiyat si mbyllet, wa bu'thira ma fil qubur, husila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Kur të hapen varret, kur të qahen varret, dhe të korret çfarë është në gjokset e njerëzve, e mrenshmja, e padukshmja për ne, kurse për Zotin është e lexueshme dhe e dukshme. Zoti është për gjithçka i ditur dhe i mirë informuar. Menjëherë mbas kësaj flet për kiametin. Pra si më thonë, para se të ndodhi çarja e varreve, do të bëhet kiameti. Kjo gjë që u tha këtu e ka rendin mbas kësaj këtu. Çfarë trajton kjo sure? Analizë brenda surës, ku rre, domethënë. Kjo sure flet për ditën e ringjalljes, flet për domethënë tubimin, pra për ringjalljen, për tubimin, flet për peshoren dhe flet për rezultatin mbas peshores. Ndërsa vetë brenda surës flet Allahu për tronditjen dhe goditjen që jep dhe shkakton kiameti, pra jo vetëm shpirtënor kur flitet për kiametin tronditet, por edhe ai vetë do të jetë tronditës në mënyrën se si do të zhvillohet. Pra nuk do të zhvillohet kiameti në një gjendje shumë të këndshme, e njerëzit me zor po e presin me mall. Ai do të jetë i vështirë edhe si procedurë do të jetë e vështirë. Tregon Zoti që kur bëhet kiameti, çfarë do të ndodhi me malet, çfarë do të ndodhi me tokën, çfarë do të ndodhi me njerëzit, dhe pastaj si do të ndodhi peshorja e veprave të mira dhe e veprave të këqija, dhe ku do të përfundojnë ata që veprat e tyre të mira do të jenë më të rënda, dhe ku do të përfundojnë ata që veprat e tyre të këqija do të jenë më të rënda. Kjo është, domethënë, brenda surës. Le të vim inshallah taala tek surja, pra tek suratu Al-Qari'a. I madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu në fillim të kësaj sure thot: Al-Qari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a. Al-Qari'a, tronditja, trokitja, diku është përkthyer buçitësia, pra diçka që buçet, pa prit mas tremb, frikson. Al-Qari'a, mal qari'a. Ç'është Al-Qari'a? Ç'është kjo gjëja që do të trokasi, që do të vijë, e sigurt, që pritet me ardh. Pastaj tha: "Wa ma adraka mal qari'a." Pa e diti se ç'është në të vërtetë Al-Qari'a? Dhe në Kur'an kur thuhet ma adrake e sqaron vetë. Kur thot Zoti wa ma adrake e sqaron. Kur thot wa ma yudrike nuk ka sqarim. Pra nuk mund ta dish ti, pas ta sqaron. Wa ma adrake ku e di ti? Ku e di ti? E si mund ta dish ti?
Dhe këtu sqarohet pastaj se çfarë është kjo për cilën ose çfarë është kjo gjë që troket, që prek. Dita e Kiametit në Kur'an ose dita e ringjalljes është përmend me shumë emra. Ka afërsisht 50 e sa emra në Kur'an. Suratul, domethënë dita e Kiametit. Dhe çdo emër prej emrave të ditës së Kiametit faktikisht tregon një nga momentet e saj, ose një nga gjurmët e saj, ose një nga shenjat e saj. Për shembull, prej emrave të ditës së Kiametit është El Qiyame. Çfarë do thotë fjala El Qiyame? Do thotë qëndrimi në këmbë. Prej emrave të ditës së Kiametit është Es-Sa'a. Es-Sa'a, ora. Për çfarë kuptimi ora? Domethënë hera fundit që do të funksionojë koha e kësaj bote. Ora fundit. Si më thonë momenti dhe çasti i fundit i kësaj bote. Bëhet Kiameti, kjo është ora fundit. Sistemi në provim, ora fundit, mbaroj. Ky është provimi i fundit, ora fundit, po mbaroj, pastaj s'ka më thim mbrapa. Për emrave të ditës Kiametit është El-Haqqa, e vërteta, e pa diskutueshme. Për emrave të ditës Kiametit është El-Waqi'a, realiteti i pa diskutueshëm. Për emrave të ditës Kiametit është Yawmul Ba'th, dita e ringjalljes. Për emrave të ditës Kiametit është Yawmut Talaq, dita e takimit të madh. Al-Azifa, dita ku domethënë do të vihet drejtësi. El-Haqqa, El-Haqqa pra e vërteta absolute. E të tjera për emrave që ka dita e Kiametit. Gjitha këto emra që ka dita e Kiametit faktikisht tregojnë realitetin e kësaj dite dhe kanë si traditë në retorikën arabe që kur diçka ka emra shumë, do të thotë se është ka pozitë të madhe. Për këtë arsye, emrat e Allahut i din vetëm Allahu. Se s'ka gjë më madhështor se sa Allahu. Dhe neve nga emrat e Allahut na janë treguar shumë pak. Për shembull, në Kur'an dhe në Sunet po ti mbledhësh gjithë emrat e Zotit nuk dalin 200. Ndërkohë që emrat e Allahut nuk dihen, i di vetëm Allahu. Sa më madhështore ti e gjëja, aq më shumë emra ka edhe dita e Kiametit, nga që është momenti më i rëndësishëm që përjetojnë njerëzit, ka shumë emra, As-Sakha, At-Tammatul Kubra, e të tjera emra që ka dita e Kiametit. El-Qari'atu, Mal-Qari'atu, wa ma adraka mal-Qari'atu, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Atë ditë njerëzit do të jenë si flutrat e shpërndara. Subhanallah, ky ajet kuranor i ngjason ose e ka shembullin në një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembullim dhe shembulli i njerëzve është si shembulli i një burri i cili është si shembulli i një zjarri të ndezur natën. Fluturat dhe insektet tentojnë të hidhen në zjarr. Dhe dikush që tenton të ndaloj këto insekte dhe këto flutra të binë zjarr. Thot, ai që i ndalon jam unë. Dhe zjarri është zjarri i xhehenemit. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është si pritsi. Pra pret. Dhe ai ka ardhur për të shpëtuar njerëzit nga zjarri i xhehenemit. Pra synimi i tij kryesor ka qenë që njerëzit shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të kemi sjell ty o Muhammed në këtë botë për të qenë mishërim, shfaqje e mëshirës së Zotit për të gjithë botrat. Siç thuhet në hadithin tjetër, që Zoti u hidhrua ndaj gjithë njerëzimit përveç disa individëve nga i thtarët e librit.
dhe Zoti përzgjodhi pejgamberin alayhis salam për t'i dhënë dhe një shans të fundit njerëzimit që mos të derdhej mbi ta hidrimi dhe zemrimi i tij, dhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si një sprov, po edhe si një, si më thon, mundësi që njerëzit të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhalla xhelaluhu. Diku tjetër në Kur'an këtu thotë kel farashil mabthuth, si fluturat e shpërndara. Diku tjetër në Kur'an thuhet si insektet e shpërndara. Të gjitha këto tregojnë çfarë? Të gjitha këto tregojnë huti. Pra sikur Zoti i Madh po ta filmon nga lart ditën e Kiametit. Tani llogaritë dalin njerëzit nga varret, edhe nuk din asgjë se nga shkojnë, se nga lëvizin dhe si vinë, sepse nuk do të jetë orientimi direkt i njerëzve. Pastaj besimtarët orientohen kollaj tek profetët e tyre, kurse këta të tjerët, këta s'kan orientim. Të i ke varavongo. Vajti ardhje, i ke këtej, qa po bëhet, si po bëhet, vetëm për plasje. Pyetje, këto u bë, sa kemi ne, si u ngjallëm, si po sa qenë kjo punë, të merr. Dhe kjo është gjendja e këtyre faktikisht. Jo me kunu nasu, kel farashil mabthuth. Po edhe kur ndodh Kiameti, për ata që do të jenë shirarul khalq, se do të ketë disa njerëz që do ta përjetojnë Kiametin. Këta do të jenë shirarul khalq, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Si më thon, krijesat më të këqija do të jenë ato që do të përjetojnë Kiametin. Po edhe këto kur të fillojë Kiameti, nuk do të dinë nga shkojnë. Nuk dinë çfarë të bëjnë. Sepse nuk është e lehtë shofësh yjet duke u përplasur dhe duke rënë, e të shofësh një zjarr që të ndjek nga ato që të shkosh, po u lodhet ti të pret aty, u çove ti tikësh, vjen mas teje. Kafshët e egra kanë dalë nga pyjet e gjithandej, domethënë përjetimi është tmerr. Po edhe kur çohen, prapë është tmerr. Pse? Besimtarët e kanë kollaj punën se orientohen tek pejgamberët, po këto të tjerët e kanë shumë të vështirë të orientohen. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Ndërsa malet atë ditë do të jenë si leshi shkapardredhur, si leshi, e ke parasysh, kam pas kryerin ato që e merrshin leshin edhe e shkriftonin. Si di si quhet kjo procedura. Jo, tjerja vjen mrapa, para. Që ta çojnë deri ke krefja, e rrifshin i herë, pastaj e lajshin, pastaj e krifshin. Dhe kur bëhet kjo procedura rrafjes leshit, ose kjo e krefjes, ka fije leshi që ikin, që dalin. Thot malet kështu do të jenë. Pa kjo rëndesa e maleve që manë sot tokën e botën dhe gjithçka, do të jenë të shkullura, sepse toka e ditës Kiametit do të jetë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e dyst, e shesht, si një tokë e lëmuar, si më thon, si prej mermeri, dhe në të nuk do të ketë asnjë lloj shenje e bardh, pa asnjë lloj simbolistike. Dhe njerëzit do të jenë në të, pra, duke pritur gjykimin. Këto malet që janë mrekulli e Zotit, që janë argument dhe mrekulli, gjitha këto nuk do të jenë, nuk do të ketë më shenja ditën e Kiametit. Yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Të pyesin ty për malet, thuaj Zoti im do i shkuli. Pra Allahu me fuqinë e vet do i shkuli, me fuqia e Zotit është kun feyekun, bëhu dhe bëhet. Pra dita e Kiametit nuk do të ketë as shenja toke ku dallohet se jemi në Shqipëri apo jemi në Amerikë apo në Arabi, pas nuk do të ketë male që dallohen. Pse është bërë kjo vëllezër, ose çfarë urtësie ka kjo? Që njerëzit kuptojnë se ke Zotin nuk vlen asgjë. As si lloj vlere nuk ka tek Allahu asgjë dhe askush, përveç se kush vjen me zemër dhe me vepra.
Përndryshe, të gjitha parrullat atë ditë nuk ekzistojnë. Të gjitha posedimet atë ditë nuk ekzistojnë. Atë është vetëm një gjë. Limenil mulku l-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. I kujt është sot pushteti i vërtet, mbretërimi i vërtet, zotërimi i vërtet, asgjë s'përgjigjet. Dhe përgjigjet Allahu dhe thot lillahi al-wahid al-qahhar. Çdo gjë është e Allahut, ai është një dhe i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm. Për këtë arsye quhet Maliki Yawmiddin, mbreti, zotëruesi i ditës gjykimit. Pra atë ditë vetëm ai është. A do të ketë ndihmuar Zoti atë ditë, a do të ketë dikë që do ta absolutisht jo. Asnjë pejgamber për shemb, asnjë melek s'ka. Pejgamberët do të pyeten, melajket do të pyeten, do të merren gjithë në llogari. Normalisht që melajket nuk kanë llogari, po me kuptimin që janë në shërbim të punës. A ditë melajket janë edhe melajket të angazhuara, me adhurim edhe me dëshmim. A ditë melajket janë të angazhuara me adhurim, pra vazhdojnë atë misionin e tyre të përmendjes Allahut apo të adhurimit Zotit, edhe me dëshmim, se do të dëshmojnë për njerëzit, çfarë kanë bërë me profetët, çfarë kanë bërë gjatë jetës tyre, me lajket që shkruajnë veprat e njeriut e kështu me radhë. Atëherë çdo gjë do të jetë shesh dhe njerëzit do dalin përpara Zotit, normalisht nuk janë përmend gjitha stacionet këtu, po është përmend stacioni i kujt? Stacioni i vendosjes së peshores, ose momenti i vendosjes së peshores. Pra është përmend këtu Kiameti, është përmend ringjallja dhe si do të jenë njerëzit mas ringjalljes, është përmend se si do të jetë toka e sheshuar dhe dyst, pas një lloj simbolistike të kësaj bote, dhe këtu tani kalon, nuk përmend tjerat dhe kalon tek peshorja. Ne muslimanët besojmë se peshorja ditën e Kiametit është hak, pra është e vërtet. Pse? E ka përmend Zoti në Kur'an dhe është përmendur në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Peshorja, siç përmendet në disa hadithe, është aq e madhe saqë në të mund peshohen qiejt edhe toka bashk. Të vendosen në një anë, në një pjatancë të saj, apo në pjatancën tjetër. Dhe të dyja pjatancat e peshores thot lidhen me një gjuhës në mes. Pra tamam si peshorja e kësaj bote, po ta imagjinosh, dhe ajo gjuhëza në mes varet se nga anon. Anoj nga veprat e mira, do të thotë se njeriu shpëtoi. Anoj nga të këqijat e kundërta e peshores tonë. Në peshoren tonë, kur anon shkon gjuhëza nga krahu tjetër. Kurse peshorja ditës Kiametit, kur anon njëra pesh, gjuhëza kalon nga krahu i saj. A dhe aty e kupton njeriu se e ka fituar davan. Kur do të ndodhi ringjallja 1, kur do të vendoset peshorja 2, dhe kur do të vendoset ura e Siratit 3, çfarë do thonë me lajket? Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadetik. Kur do të ndodhi ringjallja, me lajket që s'kan bë punë tjetër vetëm se adhurim, çfarë do të thonë? I dëlirë jetin nga çdo emet, o Allah, nuk të kemi dhënë hakun në adhurim. Kur të vendoset, kur shpërndahen fletushkat, do të thonë të njëjtën gjë, kur vendoset peshorja, do të thonë të njëjtën gjë, kur vendoset ura e Siratit, do të thonë të njëjtën gjë. Sepse janë momente të vështira. Okej, kur të bëhet ringjallja, qëndron, s'ta kemi dhënë hakun. Po pse kur shpërndahen ato regjistrat e veprave? Sepse shpërndarja e regjistrave të veprave me lajket nuk e kanë këtë stacion. Vetëm fakti që nuk përballen me shpërndarjen e regjistrave, o Zot, ta kemi dhënë hakun. Dhe në momentin që vendoset peshorja, o Zot, ta kemi dhënë hakun. Pra, në momentin që vendoset peshorja për disa të tjerë, ne domethënë ta kemi dhënë hakun, ndërkohë që me lajket kanë bërë
maksimumin se Zoti ka kriju vetëm për atë punë. Dhe kur vendoset ura e Siratit, prap me lajket tonë, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadetik, i të lirë nga çdo emeti e ti, o Allah, nuk ta kemi thonë dot hakun që meriton. Pse? Se ato do të shohin që do të ketë njerëz të sprovuar pra krijesa, njerëz dhe xhin që janë sprovuar me urën e Siratit, ndërsa me lajket nuk e kanë këtë sprovë. Për këtë arsye thon formë madhërimi, dobësie, falënderimi, o Zot ta kena dhënë hakun. Se ti nuk na ke fut as ke sprova e shpërndarjes, as ke sprova e peshores dhe as ke sprova e urës Siratit. Tani merrem me njeriu në fjalë, të cilit po të mbledhësh gjithë jetën e vet, 80 vjeçare, i del sikur ka adhuru Zotin më i miri 2 vjet. Edhe shpreson që me këto 2 vjet të bëj namin. Dhe më e keqja është ta kur e shef se ka bërë diçka. Se kur thot Zotin fal, s'kemi bërë gjë, është mirë, prap. A më kur shef thot, Allah, ose kur e krahason veten me ato që janë më dobët se sa ai, është problem pastaj. Për këtë arsye, domethënë, mosvlerësimi i gjunafeve ose vetmashtrimi është më i rëndë se sa vetë gjunahu. Kur njeriu ka vetë kënaqësi, kur njeriu po mirë, pa ditë pejgamberi sasim që thotë ka gëzon e mira e tij dhe bën të ndihet keq, e keqja e tij, ky është besimtari i vërtet. Kjo është gjë tjetër. Njeriu kënaqet kur adhuron Zotin, pra me kuptimin gëzohet se e boni një obligim. Dhe njeriu ndihet keq kur e bën një gjuna, sepse e di ka kundërshtuar Zotin. Kjo nuk bie ndesh me atë që tham ne, që është vetkënaqësia. Vetkënaqësia është atëherë kur njeriu vlerëson veten e tij dhe i duket vetja më mirë se sa të tjerët, i duket vetja se ka arrit gjithçka, kur bën krahasim me të tjerët e kështu me radhë. Për këtë arsye në hadith tha, ndoshta Allahu sprovon njeriu me një gjuna në të cilin ai kthehet ose e bën herë mas here. Dhe nganjëherë kjo është më mirë për robin e tij. Po i than si mund të jetë më mirë? Tha sepse e ruan nga një smundje ose nga një keqje që është më e madhe se sa kjo. Cila është e keqja më e madhe? Tha vetkënaqësia, vetpëlqimi. Sepse vetpëlqimi të verbon. Nëse rënën mëkatet, ty ta ul hunën. Se i thu vetes atë po mirë vëlla, si ka mundësi që e bona prapë vëlla. A u pendova, për shembull, a shkova në haxh, a thash o Zot, ma fal se s'e bëj më. Prap. Edhe kjo ja ul hunën njeriu, subhanallahu. E kupton njeriu që është i dobët, e kupton njeriu që është i pafuqishëm. Dhe faktikisht kjo është e kërkuar, që njeriu përpara Zotit duhet tregohet, duhet ta ndjejë, jo të tregohet, po duhet ta ndjejë që është i pafuqishëm, është i dobët, është ashtu siç jemi faktikisht. Pra habitet njeriu me atë ndryshimin e tij të menjëhershëm, me atë, domethënë pa stabilitetin e tij, luhatjen e tij, subhanallahu. O kot nuk është njeriu prej ujit 70%. Ke pati ujë që të rri qetë, uji vazhdimisht lëviz, i herë me lujt, i lëvizje me not, uji me një herë lëviz, me bërtit uji lëviz. Edhe njeriu kështu është, pa edhe imani brenda njeriu ashtu është. Në vizet vazhdueshme, ngrihet, ulet, subhanallahu. El-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth. Këtu, kal-farash al-mabthuth, a do të ketë ringjallje për kafshët, apo janë përmend kuptimin figurativ këtu? Do të ketë ringjallje për kafshët, po këtu janë përmend kuptimin figurativ. Ama kafshët do të ringjallen. Pse? Se haqet e para që do të lahen në botën tjetër janë haqet me kafshëve. Pra sikur Zoti i Madh pas me fillu gjyqin njerëzit dhe xhinët u jep një sinjal. Cili është sinjali? Drejtësia ime është e padiskutueshme sot, madje edhe kafshët që janë të pa obliguara me asgjë, pa ngarkuara me detyrime, i lajnë një herë hesapet me njëna tjetrën. Pra për treguar se çfarë drejtësie po i pret, e para dhe e dyta, cila është për na dhënë neve një mesazh që haku i tjetrit
duhet lahet. Po nuk që la në këtë botë, po nuk që marë halalli në këtë botë, haku i tjetëri do të lahet në botën tjetër, se edhe kafshëve Zoti nuk ka fal haku në njëna tjetrës. Edhe kafshëve Zoti nuk ja fal haku në njëna tjetrës, e jo mo njeriu që kur i hyn hak dikujt tjetër, i hyn me vetdije, i hyn me koshiencë, i hyn duke qenë pik në atë që bën. Dhe shumë e rrallë që njëri të gabojë ndaj tjetrit pa dashje, është e rrallë, mund të ndodhë, por është e rrallë. Apo për shkak naiviteti, apo për shkak të gabimit. Në përgjithësi, njerëzit kur ja bëjnë njëri tjetrit, ja bëjnë duke qenë vetëdijshëm, duke qenë koshient, duke e ditë se çfarë po bëjnë. Për këtë arsye edhe në fen ton, kur bëhet gabimisht, kur bëhet pa qëllim, kur bëhet pa dashje, kur bëhet për shkak naivitetit, kur bëhet për shkak gabimit njerëzor, të gjitha këto falen. Edhe njeriu, me njeriu është më i prirur, kur shet tjetrin se ka gabu, o vlla ka gabu, është më i prirur për ta fal. E kur ai tjetri ja gabon dhe ky e di që ja gabon qëllimisht, është më i prirur mos më e fal. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na orientoi që t'i lajmë muhabetet këtu në këtë botë. Pra, nëse dikujt i kemi hyrë në hak, t'ia kthejmë hakun e vet ose t'i kërkojmë hallallikun në mënyrë që mos dalem përpara Zotit me hakun e tjetrit, se nëse kafshët do t'i lajnë haqet e njëra tjetrës, merren mend se çfarë do ndodhi me njerëzit, vetëm se njerëzit nuk e marrin hakun e tyre në atë botë me gjëra të tjera përveç se me një formë ose në një formë konvertimi. Cila është ajo formë konvertimi? Sevapet të mirat me të këqijat. Ose do të japsh njerëzve të mirat e tuaja derisa të shlysh detyrimet e i Zoti di se çfarë detyrimi ka. Për shembull, një eshame. I Zoti di se si konvertohet në sevape. Një thashë them, një Zoti di se si konvertohet në sevape për t'u la, një përgojim, një Zoti di, një humbje namazi tek adhurimet tona, i Zoti di se si duhet kompensuar. Po flasim për hakun njerëzor. Për hakun njerëzor ne nuk e dim se si mund të konvertohet gjëja. E nëse s'ka më sevape për të konvertuar gabimet tona ndaj të tjerëve, atëherë fillon marrja e gjunaheve të tyre. Zot na ruaj. Edhe duke që njeriu marr e mirë për qejf vet, shkon edhe ngarkohet me gjunafet e botës. Prandaj njeriu është mirë të reflektojë, njeriu është mirë të kthjellohet, njeriu është mirë të qëroj ca punë sa është gjallë. Për këtë arsye nga njerëz smundjet para vdekjes janë rahmet. Sidomos për besimtarët, se kanë kohë me reflektu, kanë kohë me u pendu, kanë kohë me përmend borxhet, kanë kohë me tregu se kujt të duhet kru hallallikun, e të gjitha. Është hajër, është mirësi. Tani po su kujtu ky edhe më smundjet të vdekjes, me kërku hallallikun, me kthy hakun tek tjerët, se ka fajin më kush, askush. Vendosja e peshorëve, ditën e Kiametit thamë është prej besimit. Mohimi i peshorëve është dalje nga besimi. Peshorja çfarë peshon? Do të peshorja ditën e Kiametit 3 gjëra. Do të peshoj besimin e njerëzve. Do të peshoj veprat e tyre dhe do të peshoj regjistrat e punëve. Janë 3 gjëra që vijnë peshore. Besimi, regjistri i veprave dhe veprat. Normalisht që këto shkojnë në kombinim me njëra tjetrën. Peshohet besimi sepse do të dali dukshëm se ajo që gjithë secili ka pas mrena vetes tij, çfarë ka pas. Për këtë arsye thoshin tabiinët për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, çfarë thoshin? Nuk është puna se Ebu Bekri ju ka kaluar pse thjesht falej shumë apo agjeronte shumë,
Po thoshte Ebu Bekri u ka kaluar me diçka që kishte rënë thellë në zemrën e tij dhe e vërtetonte vepra e tij. Diçka që kishte rënë thellë, që rëndonte thellë, pra, edhe thellë edhe që rëndonte në zemrën e tij. Për këtë arsye ka një hadith shumë të bukur për këtë, hadithi i peshimit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, u peshova unë dhe ummeti im isha unë më i rëndë se sa ummeti im. U peshu Ebu Bekri dhe ummeti im ishte më i rëndë Ebu Bekri se sa ummeti im. U peshu Omeri dhe ummeti im doli më i rëndë Omeri se sa ummeti im. Çfarë peshimi është ky? Peshimi i kujt? I imanit. Pra imani faktikisht që neve na duket si diçka imagjinare, faktikisht ka pesh. Për këtë është në hadithin e ëndrrës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa njerëzit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me rrobë të veshur. Dhe ka pa Omerin që e tërhiqte rrobën e tij zvarr. I tha në pejgamberi i Zotit, si e komentove? Tha imani. Aq iman kishte Omeri sa që i tepronte dhe e tërhiqte zvarr, radiallahu ta'ala anhu. Ose hadithi i qumshtit. Ka pa në ëndër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke pi qumësh, diçka e tillë. Edhe kanë pi njerëzit. Dhe ka pa dhe Omerin. Tha Omeri vetëm pinte. Tha si e komentova pejgamberi i Zotit? Tha komentova me besim dhe me dije. Pra ka qenë në tërë më të veçantët radiallahu ta'ala anhu. Pra du me thonë me këtë që peshohen njerëzit për besimin e tyre dhe jo për peshën e tyre trupore. Siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yu'ta bil kafir yawm al qiyamati al amlah al ashham. Vjen ditën e kiametit qafiri, mohuesi, jo besimtari, i bëshëm, i fuqishëm, i madh. Fela yazinu indallahi janaha ba'uda. Po nuk ka peshë te Zoti as sa krahu i mushkonjës. Ndërkohë që vjen, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një besimtar i holl dhe i dobët dhe peshon tek Allahu më shumë se mali i Uhudit. Ose siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Abdullah ibn Mesudin, hadithi i njohur, hadithi i Abdullah ibn Mesudit që i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam merr një shkop për ta përdorur si furç. Edhe unë gjithë Abdullah ibn Mesudi e kputi atë dhe fryni erë. Edhe u kap Abdullah ibn Mesudi tek dega e pemës, se filloi të lujte pema bashkë me Abdullah ibn Mesud. Dhe fillon sahabët duke qesh. Sa Abdullah ibn Mesudi u kap në këtë formë, kështu, edhe komët. Pra u kap në këtë formë, edhe durët, edhe komët. Mi pa pema lëvizte bashkë me Abdullah ibn Mesudin. Tha pejgamberi sallallahu apo qeshni, tha se i ka kërcit e këmbëve të holla, pasha Allahun kërcit e këmbëve të Abdullah ibn Mesudit janë më të rënda te peshorja e Zotit ditën e Kiametit se sa mali i Uhudit. Tani llogaritë ti çfarë pozicioni, çfarë imani dhe çfarë besimi kishte kush. Për këtë arsye nuk mund ngarohen shokët e pejgamberit alayhisalatu wasalam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos i prekni shokët e mi, se sikur ndonjëri prej tyre t'japi një grusht hurma, nuk mund barazohet me ndonjërin për jush nëse do t'jepte sa mali i Uhudit flori. Pse? Sepse është imani i tyre dhe besimi i tyre është gjë tjetër. Ama edhe imani dhe besimi i njerëzve kur nuk kanë argumente dhe fakte, me kuptimin e prekjes tyre është shumë i fortë edhe i madh. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush mendoni ju se është me besimin më të fortë? Me lajket thanë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, se me lajket i shohin, s'kan gajb. Me lajket nuk kanë gajb. Ne kemi gajb. Pastaj thanë profetët. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, se profetët komunikojnë me Zotin. Pastaj thanë sahabët, shokët e profetëve, tha jo, sa ata shohin profetët. Pastaj thanë kush, o pejgamberi Zot, tha ata që besojnë pa i pas profetët prezent. Sepse është sfidë, sidomos në këto kohë që ai që do më mbajt në fenë e tij është njësoj sikur më mbajt
prush në dorën e tij. Nuk është tani, alhamdulillah, kjo lloj situate, po kanë përjetuar njerëzit kohëra të tilla që kush do të më majt në fenë e tij, ishte njësoj sikur më majt prush në dorë. Ne shoqër nuk e kemi këtë problem sot, apo jo? Kush pengon ty marr për saban në xhami? Thotë një rrugës për ku po shko? Don ti më fal ke puna, thot njëri plaç, thot njëri. Don ti më agjur Amazonin, thot njëri pse do më agjur, thot njëri asy. Bile thon bravo të qoftë. Pra ne nuk jemi në këtë kohë. Se dikush na pikturon këtë kohë sikur ne jemi në kohë të vështirë për sa i përket edukimit. Po, për sa i përket mbajtjes familjes, po këtë e kemi përgjegjësi vetë. Për barra dhe përgjegjësia bie mbi ne në këtë rast. Në këtë fazë po, tek pjesa e familjes, rujtjes familjes, edukimit fëmijëve jemi në këtë lloj situate të vështirë. Ndërsa për sa i përket aplikimit të fesë si individ nuk jemi në këtë lloj situate dhe vështirësie. Ndoshta le të themi nuk ka dyshim se kohën e monizmit ka qenë ajo lloj kohe se kush aplikonte fen, futej në lista ose ekzekutohej ose burgosej, i internohej familja, e kishte probleme përveç disa rasteve të çuditshme që s'u kanë thonë gjë, ka pas raste që s'u kanë thonë gjë. Kanë ditë filoni falet. Zoti është i madh. I kalon disa njerëz në atë kohë që faleshin në mes Tiranës, ka pas njerëz që kanë qenë fal. Para sa ditë isha diku, edhe na thojta i perçunin, domethënë që ishim aty, gjyshi jonta ka qenë fal ke xhamia Karapicëve. Ose xhamit nuk e di ku më tha. Po thashun, po çfarë thoshin? Nuk i thoshin gjë. Thashë dishin që falet, po e dishin të gjithë që falet. Ka qenë gjyshi im me 2-3 tjerë. Njerëz që janë fal, kanë qenë ato që i kanë rrethuar me sa duket njerëz të mirë, edhe kanë pas me sa duket një të ardhmë fetare dhe e kanë kuptuar që edhe kanë pas arsye të u thoshin me se këta janë kështu janë të fiksuar, mosha vjetër. E ku dëgjon me ca nof ka kështu që po mirë pa ato e majshin dhe e rushin, elhamdulillah. E çudi e madhe, ato e kanë marrë e kanë rujt. Fëmijët e tyre kanë dalë hujgardhi, niprit e tyre kanë filluar marrë në xhami. La ilaha illallah. Për të habit. Pra baba në rregull, fëmia i çuditshëm, nipi ka filluar marrë në xhami, subhanallahu. Më u lutem më fal. Për të habit. Sistemi pra. Ky që është rrit sistem. Pavarësisht se ka sepse po se thot dikush, po pse si kanë fol ato fëmijëve të tyre? Ka qenë shumë vështirë me i fol sepse ishte frika se fëmia do të tregojë se çfarë i thot baba ose nona në shtëpi. E si pasojë fillojshin problematikat. Edhe nuk kanë pas fol. Kanë pas frikë me u fol fëmijëve të tyre. Mirë. Peshohen, tham, njerëzve, pra me kuptimin besimet e njerëzve. Peshohen e dyta veprat. Dhe kjo është e mbushur në Kur'an, që flitet për peshimin e veprave. Kujdo që i peshojnë veprat e mira më shumë, ai është për të shpëtuarve. Dhe kujdo që i peshojnë veprat e këqija më shumë, ai është për të dënuarve. Të tjera ajete që janë afërsisht 10 ajete që trajtojnë këtë tematikë në Kur'an. Ose hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tregon se veprat e njeriut të kësaj bote trupëzohen në botën tjetër. Se ne e bëjmë një vepër të mirë, por nuk është se kemi diçka që konkretizohet. Veprat e mira të njerëzve në botën tjetër konkretizohen si më thënë, në gur, në male, pra në diçka që do të peshohet. Pra në bazë sinqeritetit, në bazë të përkushtimit, në bazë si e ke bërë ti veprën e mirë. Për këtë arsye për thot në hadith, dhe do të ketë për njerëzve që vinë me sevape dhe të mira sa vargmali i Tuhames. Ose kush e bën këtë vepër të mirë ka shpërblime sa Uhudi sevap. Pra sa mali Uhudit i vjen peshore. Po mirë, kam i pyetje, kjo peshorja, sa është e madhe? Nuk e dia përmena? Po. Pjatanca e peshorës është shumë e ndjeshme, po është dhe shumë e madhe dhe peshorja është shumë e fuqishme, sa që në të mund vendosin qiejt edhe toka në një anë.
Kështu që mos u bëj merak, ti bëj vepra të mira se tuti ai ba peshori apo jo. Mos e vrit mendin. Ti mos bëj vepra të këqija, po për vepra të mira bëj se ajo pjatanca do shumë të mushet. Pra kanë thonë peshorja është peshore me dy pjatanca, me një gjuhës mes dhe ndjeshmëria e këtyne pjatancave është me çfarë? Me çfarë peshohet? Me çfarë peshohet? Njësia matëse. Atome. Thot Zoti edhe më të vogla se sa atomet. Edhe më të vogla se sa atomet do të jetë njësia matëse. Do me thonë o vllai, nuk humgjo tek Allahu xhel xelalu. Nuk humgjo fare. Ora një moment miratimi që i ke bë dikujt, i ke shpreh kënaqësi dikujt. Ora nuk i ke qesh. As nuk i ke fol, thjesht një fytyrë të çelur, kaq, fytyrë e çelur, pa buzëqeshje, fytyrë e çelur. Do të peshohet. Ka pesh, është konvertohet ditën e Kiametit. E çdo gjë konvertohet. E gjitha këto vjen në një anë peshores, e gjitha këto të tjera vjen në anën tjetër të peshores. Dhe ti e shef se ku shkon puna, këtej apo këtej. Dhe gjëja e tretë që peshohen janë regjistrat. Regjistrat e veprave, çdo punë të mirë që bën njeriu, ka një regjistër ku shkruhet, i cili ditën e Kiametit konvertohet në regjistër. Se ne themi si e shkruar me leku, për shembull, ku e shkruar me leku, sa flasim ne ditë, sa lëvizim ne ditë, ku ka libër. Shkajb. Ama ditën e Kiametit konvertohet. Edhe e mira konvertohet, edhe e keqja konvertohet. Në regjistra të shkruajtur dhe vendosen regjistrat. Kujt i peshojnë në regjistrat e veprave të mira më shumë, e fiton davan, dhe kujt i peshojnë në regjistrat e veprave të këqija më shumë, e humb davan. Argumenti hadithi i burrit që do të vinë për të 99 regjistra. Po mirë, ky hadithi 99 regjistrave thot me la ilaha illallah fitoj davan. O vëllezër, ky quhet përjashtim. Mos e mat punën kështu. Argumenti pse thash është përjashtim? Hadithi Muadhit, hadithi e Abu Hurajres, shumë hadithi që ju thotë pejgamberi sa sahabëve, thaj, o pejgamberi Zot, ata tregoj këtë gjë që më thë, jo tha. Pse? Se do të mbështete njerëzit, pra me kuptimin do ta keq kuptojnë. Do ta abuzojnë. Sa ashtu atëherë çfarë kuptimi ka gjëja pastaj? Po të jetë puna vetëm ke la ilaha illallah. Do të ketë njerëz që Zoti për la ilaha illallah dhe për gjëra të tjera që i din Zoti, i fal pomërda do të ketë për aty. Po kë nuk është për të mbështetur në të. Pra ky hadithi 99 regjistrave, mund të merret si argument për regjistrat, mund të merret si argument për shpresën, mund të merret si argument për mëshirën e Allahut, po të merret si argument bazik që më mbështet në të. Se përndryshe del jashtë loje peshorja. Del jashtë loje regjistri, del jashtë loje çdo gjë. Ky është një argument që po der Zoti funksionon. Për njerëz, për ne fund e fundit kjo mëshirë na mën, kjo shpresë na mën, elhamdulillah, ne me këtë shpresë jetojmë. Sepse besojmë se kemi të bëjmë me Zot që s'ta harron të keqen, nuk ta harron të mirën kurrë. Ta harron të keqen, pra me kuptimin nuk të trajton për të, me këtë kuptim me harresa. Ama të mirën, ky Zoti jon nuk ta harron kurrë. Për këtë arsye ka një hadith për la ilaha illallah që i bën dobi njeriu dhe e nxjerr nga zjarri i xhenemit. Pse se nuk ta harron Zoti? Ai e ka thonë qoftë edhe një herë vetëm, me besim. Nuk ta harron Zoti. Ti ndoshta mund të vuajsh për një kohë të gjatë ku dëgjon ti, mund të vuajsh. Po edhe mund të mos vuajsh si ky tipi. Ky zvuti fare për shembull, ky shkoi fare në xhenem, ky tipi. Apo jo? Tha pejgamberi sa sen, do të dali përpara Zotit tha një njeri i cili ka 99 regjistra gjunahe. Çdo regjistër është sa horizonti. Tha në llogaritë sa është diametri i horizontit, unë nuk e di sa është një regjistër. Ky ka 99 kështu. Dhe këto 99 do të vendosen një anë peshorës. Dhe ky nuk pret që ti thot Zoti shkon në xhenem. Ky bëhet gati vet. I thot Zoti prit o robi im, i thot,
Se ke edhe diçka për të peshuar nga veprat e mira, se i thot Zoti me lajkëve, sillni thot regjistrat e veprave të mira të robit tim. Thon me lajkët, o Allah, ky nuk ka. Pra kanë 99. E kënë gjithë fjallë, filoni është 99? Nga kjo ka originën, filoni është 99. Ka 99, thot Zoti, sillni, Allah e din shumë mirë, thot sillni regjistrin e veprave të mira të robit tim. Thon o Zot, nuk ka. E ky bëhet gati, që ta morin me lajket për në xhenem. Bëhet gati. Thot Zoti prit, thot se ka bërë diçka ky, edhe ky me veten e vet mendon. Thot 99 regjistra, Zoti thot prit se ka një. Aq pak kishte ky që me lajket se kanë kap. A kupton? Aq pak kishte ky veprat mira që me lajket thon s'ka hiç. Ta Zoti jo prit ta se ka një, e ka bën një të mirë ky. Dhe thot kur shef thot njeriu, duke ra thot një cop letre, bitaka, fjala bitaka, në gjuhën arabe do thot kartë. Bitaka i thon kujt kartës. Kur jep dikujt kartën personale, ka qenë kohën tona, ka qenë kur uleshin dy njerëz, gjithë secili nxirrte kartën e vet për prezantim. Nuk ka qenë kështu me celular si sot, që pushin celularët. Ky jepte kartë vizitën, ky jepte kartë vizitën. Thot një kartë, bitaka, thot duke zbrit, duke ra, ke parasysh? Si cop letre duke ra. Në të thot është shkruar fjala la ilaha illallah. Edhe vjen një moment që kjo letra bjerë në pjatancën e krahut tjetër. Pra këte janë veprat e këqija, kurse këto janë veprat e mira. Ky ka 99 këtu, edhe kjo është duke ra ka krahut tjetër. Derisa bjerë në pjatancë. Kur bjerë në pjatancë, thot, kjo shkon në fund, kurse këto fluturojnë të gjitha. E thot Allahu, me mëshirën time në xhenet. Me mëshirën time në xhenet. Atë ky është argumenti se peshohen edhe regjistrat, peshohen edhe besimet e njerëzve, peshohen edhe veprat e mira dhe veprat e këqija. Çfarë ndodh mas peshimit? Vjen përgjigja. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu është خفت. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Kujt i rëndojnë veprat e mira më shumë, pra i del krahu i të mirës, pjatanca e të mirës më e rënd, do të thot, cilat janë alternativat? Tjetër e mira më e rënd, ose e keqja më e rënd. Po ka dhe një alternativë të tretë, që është barazimi. Për këtë arsye thoshin mos nënveso asgjë, hiç. Or çfarë ti jepet rasti boje? Se nuk dihet ku e fiton, or nuk dihet çfarë bën dobi ditën e Kiametit. Nuk dihet ti se çfarë bën dobi ditën. Dhe e kundërta nuk dihet se çfarë dëmton ditën e Kiametit. Prandaj me kujdes çdo gjë. To dha mundësia për të mirë. Mos tu jam se un tani për shembull falem për ditë pse se thash këtë sa të kanë për shembull, ose pse nuk e bona këtë nuk kanë gjë të keqe. Or nuk dihet çfarë ndodh. Mund të jetë një ajo që ty ta kalon situatën, ose mund të jetë një nga krahu tjetër ajo që ta kalon situatën. Prandaj njeriu duhet të qenë i kujdesshëm. Atë këta do të jenë në xhenet, fi ishatin radhiye, këta do të jenë në xhenem. Po ata që janë të barabartë, ata do të jenë në Araf. Është një mal mes xhenetit dhe xhenemit, në të cilin do të rinë ata të cilët veprat e tyre të mira janë të barabarta me veprat e tyre të këqija. Ku e kanë përfundimin ashabul Araf? Ata të Arafit, ku e kanë përfundimin? Në xhenet. Po pse? Qëndrimi i tyre në Araf është sprovë që ju bën të peshojnë më shumë pastaj veprat e mira. A e kupton? Pra që tani në Araf çfarë do të thotë? Araf do të thotë jenë pritje. Nuk është nda puna jote. Fakti i këtyre që rrin pritje, shif xhenetlik të bëj qef, shif xhenemlik të bëj vorba, të vujt,
Ky fakt që këto janë as tu, i bën që ta kalojnë si sprovë, e si pasojë e sprovës shkojnë në xhenet. Pra shërben kjo sprova si pastrimi i tyre i fundit. Fa huwa fi 'ishatin radhiya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, fa huwa fi 'ishatin radhiya. Subhanallah, se e ka quajtur Allahu xhenetin. E ka quajtur kështu, 'ishatin radhiya. Do të jenë në një jetë të kënaqshme. E kënaqshme, do të thonë në kulmin e mirësive. Dhe prej efekteve të jetës së kënaqshme është se nuk kanë të njeriu frikë dhe merak se do të përfundojë ndonjëherë. Që të jetë një jetë e kënaqshme, duhet që begatia në të jetë e pambarueshme. Dhe Allahu xhelle xhelalu e jep sinjalin edhe xhenetlive për një jetë të kënaqshme, edhe xhehenemlive për një jetë të kopshme, u a jep sinjalin. Se e mira këtyre nuk ka fund. Dhe s'do të kenë nga Zoti kur hidhrim. E nuk do të ketë për ta më analizë të dytë, si për edhe këta të tjerët, i mbyllen të gjitha shanset. I mbyllen të gjitha shanset e një rishikimi të dytë apo një analizë të dytë. Këta e mbyllin me këtë që kanë bërë në këtë botë dhe e fitojnë, këta e mbyllin me atë që kanë bërë në këtë botë dhe e humbin. A do të ketë njerëz nga xhehenemlit që do të përfundojnë në xhenet? Po. Po këta janë prej besimtarëve, që do të vujnë nëse nuk pastrohen me stacionet e pastrimit, edhe pastaj do të përfundojnë në xhenet. A do të ketë prej xhenetlive, prej atyre që do të përfundojnë në xhenem? Kurrë, s'ndodh kjo. Nëse dikush futet në xhenet, nuk shkon kurrë në zjarr xhenemit. E nëse dikush futet në xhenem, mund të shkojë një ditë në xhenet, mas ku dëgjon sa kohë do t'i marrë pastrimi në zjarrin e xhenemit, nëse nuk ka përfshi mëshira e Zotit para se me përfundu në zjarrin e xhenemit. Pyetja e fundit: a peshohen veprat e jo besimtarëve? A peshohen veprat e jo besimtarëve? Do të peshohen për disa që kanë loz me këtë gjë. Kurse jo besimtarët në përgjithësi nuk i peshohen, sepse nuk ka stacione për ata. Po disave që janë tallë për shembull këtë punë, e kanë vënë lojë këtë punë, ju peshohen, thjesht me ju tregu që kjo që ju me të jeni tallë, ja ku është e vërteta e Zotit xhelle xhelaluhu. Atëherë vjen ajeti tjetër që thotë, ka ardhur koha e ezanit, ha? E kujt i lehtës, e kujt i lehtohen peshoret e veprave të tij. I lehtohen, do të thonë, të mirat dhe i rënohen të këqijat. I lehtohen, pra me kuptimin i ka më të lehta të mirat dhe i ka më të rënda në peshoret të këqijat. Fa ummuhu hawiya wa ma adra. Atëherë këtë pjesë para shohim javën tjetër me shpresën e të madhe të Zotit dhe disa mësime që duhet nxjerrim nga kjo sure. Zoti ju shpërbleft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.